Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka dërguar për verifikim në Prokurorinë e Përgjithshme emrat e 16 kandidatëve për deputet. Nga subjekti Aleanca Demokracia e Re janë 2 emra, Gramoz Ismailaj dhe Geron Sefo. Nga subjekti Aleanca Kombëtare Shqiptare është Ndriçim Kamberaj, nga subjekti Djathtas për Zhvillim Ariel Ragami dhe nga subjekti Koalicioni Euroatlantik Desart Muzhaçi. Për verifikim është dërguar dhe emri Dritan Tafhasajt, që kandidon në logon e Lëvizja Bashk, Adela Qemali dhe Altin Muceku. Të 2 kandidat për deputet të propozuar nga subjekti zgjedhor Partia Mundësia janë dërguar gjithashtu për verifikim. Nga subjekti Nisma Shqipëria Bëhet janë dërguar për verifikim 4 emra: Entela Sula, Erion Selmani, Euglen Gjini dhe Gazmir Memaj. Ndërsa nga listat e Partisë Socialdemokrate, KQZ ka kërkuar verifikim të thelluar për 4 kandidat: Florian Tomçini, Claudio Zotaj, Kreshnik Gjonaj dhe Lisman Pellumaj.